Ibrahimi alayhis salam ka dhënë shembull për ne, për çdo gratë shoqërisë, për të rinjt, për të moshuarit, për thirrësit. Kur ishte i ri Ibrahimi alayhis salam, nisit meditonte për krijuesin e gjithësisë, për Allahun e lartësuar, dhe doshte që t'ja faktonte popullit të tij, të cilët ishin idhujtar, se Zoti i gjithësisë ekziston, se Zoti i gjithësisë është një i vetëm, e nisit meditonte në krijesat e Allahut lartësuar, të cilat janë argument i qartë për ekzistencën e krijuesit absolut. E filloi me yjet, më pas me hënën, më pas me diellin, por të gjitha perëndonin edhe pse kishin ndriçim, kishin përfitime prej tyre, përsëri perëndonin. E atëherë Ibrahimi alayhis salam i tha popullit të tij: inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Unë tha, jam drejtuar atij, e kam drejtuar fytyrën time drejt atij i cili e ka krijuar pra qiejt edhe tokën. Ibrahimi alayhis salam i kuptoi mirësitë që na kishte dhënë Zoti i gjithësisë, që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Rrezet e diellit janë mirësi për ne, familja është mirësi për ne, shëndetja është mirësi për ne. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. E nëse nisni të numëroni mirësitë e Allahut ndaj jush, nuk do të arrini të numëroni ato. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dhe në vetet tuaja nuk meditoni. Zoti i gjithësisë na ka dhënë mirësi të shumta, e mirësia më e madhe është mirësia e besimit, e Islamit.